Përshëndetje, mirë se erdhët edhe në një epizod të We Economy, podcasti I cili dedikohet ekskluzivisht ekonominë. Sot kemi një panel të madh njerëzish, të cilët nuk ka një temë veçantë për të folur, por do flasim për zhvillimin e biznesit shqiptar. Si gjithmonë, podcastin e udhëheq unë dhe Abil Baush, I cili është koautori I këtij emisioni. Sot duhet të prezantojmë fakt një grup veçantë njerëzish të cilët kanë një gjë të përbashkët, ato se është në një kod saktuar të jetës tyre profesionale, kanë qenë drejtor ekzekutiv të Odës Ekonomike, e cila rishtazi ka festuar 20 vjetorin e krijimit të saj, e cila edhe u celebrua me një lloj ngjarje të veçantë këto ditë në Shkup. Dhe prezantoj nga ana ime e majt drejtorin e parë ekzekutiv Blerim Zlatku, I cili ndoshta është njeriu I cili është më meritor për krijimin e Odës bashkë me themeluesit tjerë, por edhe një enciklopedi e veçantë. Arben Alili, që është nga Tetoa, edhe ai ka qenë në një periudhë caktuar drejtor ekzekutiv I Odës. Pastaj në time gjatë Fatmir Biçiçi, shoku im, miku im, edhe në fund është Drilon Iseini, po ashtu miku im, I cili kanë qenë në një kod veçantë, tash edhe një herë drejtor ekzekutiv. Mungon vetëm durimi, I cili për shkaqe personale vetat nuk mund të vinte sot, edhe normalisht edhe kemi edhe Abilin këtu. Ne ideja nuk kemi një temë veçantë, do flasim pak për gjithçka që e tangon biznesin shqiptar, fokus e kemi shqiptar, për ta pasur si mund të arrisim konkurrentshmërinë, si mund të arrisim pozicionin garus të bizneseve shqiptare. Do filloj nga pyetja e parë ose nga tema e parë, e cila ka të bëjë me Odën ekonomike. Duhet ta pis një mas para do të flasim me Blerimin, por pastaj me tjerët. Duke e di që këtu në institucionet kur bën pak paralele shqiptare me tek shqiptar, Oda ka qenë me tek shqiptar, paktën ato biznese. Si e pritën maqedonasit krijimin, sepse atëherë normalisht kur krijohet diçka shqiptare, gjithmonë krijohet një shtet paralel, e kishin ato kundërpërgjigjen. A u ballafaqut me sfida në kuptimin e problemeve, presioneve politike që po mundojnë krijojnë një sistem paralel shtetëror. Si ishte gjithë kjo lloj eksperience? Fillimisht faleminderit për ftesën, faleminderit për prezantimin që po të ju ndaj me. Unë do të thosha se në fillim jo vetëm nga ana e Maqedonasve, por edhe vetëm ne shqiptarët, policistë shqiptarë, por edhe biznesmen, por edhe politikanë, kishte një farë lloj skepticizmi se vallë a do t'ja dalim apo jo. Dhe kishte të tillë, të cilët thonë se do të jemi pjesë e Odës së madhe të Maqedonisë. Ekonomike, po. Po, mirë po, brenda grupit të iniciuesve të themelimit të Odës, kishte të tillë të cilët insistuan që Oda patjetër të ekzistonte. Të themelohet dhe të vazhdonte. Dhe ashtu ndodhi. Hapat e para ishin jashtëzakonisht të vështira. Vështira në konceptin e patjetër politik, jo se vështira në konceptin organizativ apo operativ. Administrativ. Po, më shumë është në administrativ, nuk kishim pra u vendos se Oda do themelohet. Dhe kjo nuk kishim asfarë probleme nga ana e Maqedonasve. Problemi ishte si matutje. Si do të funksionon Oda matutje. Dhe në drejtën me asaj kohë isha unë si drejtor dhe ishte vetëm një vajzë që ndihmon, që punonte aty, Mirushe Xheladini, që përshëndet se kam pa gjatë kohë që dhe kemi dhënë mund të jashtëzakonshëm që t'ja dalim kësaj. Po. Dhe them drejtën, unë kam qenë jashtëzakonisht aktiv ndaj masave që I ipnim ne si Oda qeverisë, se shikoni asaj kohë pra ne ishim në pozitë që duheshim që dëshmonim të tjerëve se dim dhe se duam dhe se mundemi t'ja dalim. Për te këtyre, vizibiliteti ynë ishte jashtëzakonisht I rëndësishëm vis-a-vis gjitha institucioneve shtetërore, biznesit Maqedonas, biznesit
bile edhe ati të Kosovës, edhe ati të Shqipërisë, se atëherë u vendosën këto marrëdhënie me ata, edhe ata kishin një farë lloj skepticizmi se a do të mund të zhvillohet apo jo Oda. Dhe mirë bon gadal edhe filluam vërtet të funksionojmë si duhet. Për të hapë këtë diskutim tani, si u zhvillu Oda në kuptimin e qëllimeve strategjike dhe operative që kishte? Okej, kjo pjesë administrative e kuptoj, ka qenë e vështirë, pa mori një lloj rrjedhe, edhe Oda u kriju. Si ka lëviz, si u zhvillu Oda në kuptimin e prioriteteve të veta, nga ana prej kohës tande deri në fund të Drilonit, më duke dhënë fjalën të gjithëve nga pak. Tashi, se unë nuk do ta marr primatin Ti i pari, nuk mori i pari. Themi zhvillimit të Odës, natyrisht të gjithë territorët kanë dhënë kontributin e vet në kohën e tyre. Çdo kohë ka qenë e rëndë, por është e vërtetë se asaj kohe janë vëndu bazat e Odës të sotme. Çdo gjë që sot Oda organizon ose zhvillon është fal asaj kohe. Atëherë janë bërë vërtet themelet e vërteta të Odës. Neve asaj kohe kemi lidhë kontrata me gjitha komunat shqiptare. Lidhëm kontrata me gjitha universitetet të asaj kohe. Për bashkëpunim, lidhëm kontrata me Odën e Kosovës, lidhëm kontrata me Odën e Shqipërisë, bile me Odën e Shqipërisë dhe zhvilluam projektin e parë ndërkufitar. Atëherë ishim të parët në gjithë Maqedoninë, të cilët kishim sukses në marrjen e një projekti të tillë. Gjithë na kishin zili, bile pyetni se si është mundur që ne si një Odë Sa po krijume. Të fitojmë një projekt të tillë, megjithatë e fituam edhe e realizuam shumë me sukses. Dhe në fund mund të them se e krijuam Top 100-shin, cili vitin e kalu me dhe prej atëherë deri vitin e kalu 15 vite me radhë. Ekziston si produkt, pa. Ashtu që ka shumë gjëra të cilat janë bë asaj kohe dhe Oda sot e kësaj dite i vazhdon. Ta shfrytëzojmë këtë momentin. Pse u vendos Oda të bëhet në Shkup? Unë këtë sa herë e kam pyet. E di se duhet jetë Shkup, që është pjesë administrative, por 95% e GDP-s në Shkup. Si u vendos të jetë në atë pozitë ku tash, në ndërtesë ku ka qenë edhe Oda ekonomike. Si u vendos kjo gjë? Kjo çdo ka bën një farloj hamendësie. Kjo çështje është edhe me partit politike, po institucionet shtetërore. A di pse e thash këtë, në fasi kjo podcast partme, e pse e thash këtë, se ne sa është dërë mundohemi të jemi ose në Tetovo ose Andej, dhe për këtë parashtrova dhe pyetja dhe dyta pse bashkë në atë ndërtesë. Prandaj këtë du ta shpjegoj. Pra, arsye kryesore është se institucionet shtetërore, ambasada, që Bashkimi Evropian, janë këtu në Shkup, dhe ne marrim e japim me ata. Edhe partit politike. Ma keni pas randa, po. Që jemi tash sinqerë se po flasim 20 vjetë Europa nga këndvështrimi i ndryshëm. Oda në parim është e themeluar në Tetov. Regjistrimin e parë kam Tetov. Pastaj ka pse u vendosi Selia të jetë shku. Pastaj disa viteve pas okej, shme këtë se kanë ditë, po. Se kanë ditë. Jo, më ndëgjoj pas të shpjegoni pak, unë ta kuptoj pak se ato disa ato që na ndëgjojnë nuk e din për shembull çfarë misione dhe çfarë shërbime shep Oda. Du ta kuptoj zhvillimin e shërbimeve, se ju folët shumë për rezultatet, edhe shumë bukur. Mburreni krejt me arritjet e juaj që keni patur. Nga aspekti operativ, një biznes shqiptar, kur vjen te Oda, çfarë lloj shërbimesh ka marrë kohën tande dhe çfarë lloj shërbimesh ka marrë kohën e Drilonit, si janë zhvilluar shërbimet, a ka patur, domethënë, një koncept statik e cila është definu kohën e juaj edhe ajo ka qenë
me brendi, ai ka identiteti, apo ka patur një zhvillim sipas kohës dhe sfidave të asaj periudhe? Shiko, ne në atë kohë, krahasim me oda tjera, jo të Maqedonisë, po Në rajon, po. ne s'kemi mund të ofrojmë shërbime të tilla. Normal se Patjetër. duhet të kishim kemi ofruar shërbime të cilat vetë biznesi i ka kërku. Çfarë kanë qenë ato? Edhe ato kanë qenë të ndryshme, kryesisht të them drejtën, edhe vetë biznesi, pasi ka qenë fillimi krejtësisht i formimit të odës, më shumë ka prit nga ne, sesa vetë ata të janë ofruar. Po. Dhe bile, edhe sot e kësaj dite, unë mendoj se Oda është një institucion i cili duhet të ndihmon biznesit. Nuk është biznesi ai që kërkon. Biznesi kërkon vetëm informacion, edhe asgjë tjetër. Nuk janë ata të prirur që të lexojnë, të ndjekin zhvillime. Është Oda ajo e cila duhet të ndjekën të gjitha ndryshimet në legjislacion ose mundësitë që i u jepet bizneset dhe t'u ofron. Qartë. Për të hap tani pak, apo ta hapim pak diskutimin se mos bëhet ai sikur kemi. Hajde Fatmiri, pastaj se do ta kuptojmë Fatmiri këtë idenë e kësaj si është zhvilluar. Këtu gjithë kemi një të përbashkët se njihemi para kohës së Odës edhe pas kohës së Odës. Se Maqedonia është shtet i vogël. E kam njohur vlerimin edhe patjetër. Para se të hynte në Odë edhe gjatë periudhës së tij si drejtor not, unë kam qenë drejtori pas vlerimit, në fakt. Po, ashtu i bie, pastaj Armeni ka qenë pas me, po unë jam rikthyer edhe një herë në Odë, ka qenë Driloni, në fund durimi, po. Po gjithëve na ka lidh një jetë jashtë Odës. Patjetër. Tani kur ti kthehesh edhe të shohësh se si ka evoluar Oda, ata të cilët sonë gravitojnë tek Oda, e shihni ka 5 drejtora që janë ndryshuar, janë themeluesit ngelën të njëjtë ata që janë drejtues. Atje ndoshta është evoluimi apo jo. Kjo një kritike e vogël sepse unë i besoj se njeriu plotson një mision kur është diku, mandej shkon në hapin tjetër, hapën kapitull 3, Po, edhe hapësirë për të tjerë. Kur zgjerohesh duhet të modifikohesh, edhe të ndrohesh, edhe pas lëvizësh më ndryshe. Dhe e mbajmë mend periudhën me njëherë pasi vlerimi iku, erdha unë si drejtor. Më falë, vlerimi 4 vjetë kështë mandatin, apo më pak? Okej. Unë ka marrë në 2012. Okej. Misioni i vlerimit ka qenë konsolidimi, përforcimi administrativ. I ju i çfarë ka qenë si koncepti? Se e mbajmë që ka qenë shumë aktiv me projekte ndërkombëtare. Në fakt, lidhja me vlerimin ka qenë prej aty granti i parë institucional prej MRFP-s që Oda e ka marrë dhe që i ndihmoi për të konsoliduar, të them, për të vënë, ka qenë me punë të përbashkët. Grantet ndërkombëtare e tjerë, ne vazhdojmë në fakt sepse ajo ishte një mënyrë se si Oda të financohet pa qenë se edhe pas periudhës së parë të konsolidimit, gjithmonë ishte problem që bizneset paguajnë për anëtarësimin e tyre, sepse vetdia e njerëzve është se tani unë do paguaj çfarë marr sot mas 20 viteve shumë ndryshe. Po, çfarë bën mbrapsht? Mos harrojmë se në atë periudhë Oda ka qenë e themeluar me ligj tjetër, dy ligje të ndryshme kanë qenë. Ka qenë Oda ekonomike e Maqedonisë, edhe pastaj Oda tjera. Derisa monopolin e ka pasaj. Një ligj, që i bjen mund ta thush lirisht, ka pas monopol se të gjitha shërbimet që janë të lidhur me institucionet, shërbime publike i jepte Oda. Deri para disa viteve, Oda ekonomike Maqedonisë Veriut s'ka pas mundësi për të bërë një gjë të tillë, tani e bën një gjë të tillë, sepse vetë kërkesat vinin. Për ne, në periudhën kur unë ishte kryesore që njerëzit kuptojmë se ne përfaqësojmë interesin e biznesit. Jemi zëri i tyre, para institucioneve. Ishte betejë, ta them, që ti bindesh, sepse në zanafill, dallimi mes përfaqësimit edhe lobimit
njerëzit nuk e kuptojnë. Ata, kur të thosh ti që përfason, ai thotë në rregull ti qenë këtu për të lobu për mua. Jo, lobimi është individual, mund të jetë edhe grupor, por për lobim duhet ka shërbime tjera dhe kosto. Edhe avokimi po është. Kur përfason, që është pjesë e avokimit, është oda në parim duhet ta bërte atë. Dhe ishte periudhë që ndaj institucioneve shtetërore të pozicionosh. Unë mora odën pas vlerimit, pasi kishte top 100 që kishte fillua, më duket top 100 edicionin e tretë unë fillova me e bë, 2 edicionet e pare i kishe bë. Njerëzit se dinin se çfarë dojnë këta të tregojnë. Tani pas 15 vite, është shumë e lehtë. Se është bërë infrastruktura, është bërë infrastruktura. Një anekdotë dhe top 100-shit. Ma more një kompani nga Kumanova, të cilën ishte në listën e atyre 100 kompanive më të mira. Pa do vi në zyrë këty dhe duhet të tregojsh se si i ke marrë ti këto të dhëna dhe si guxon ti publikojsh këto të dhëna për kompaninë time. Të dhënat në ishin publike. Në regjistrin qendror. Dhe ajo më kërcënoi. Dhe unë e mora një prej antarëve të këshillit. A ishte antar i odës ky person që të marrë drejt? Po, ishte antar. Mora një antar të këshillit dhe thashë shik, kështu është puna. Edhe njeriu do vjen, pa ditë thënë nuk e di se çfarë do ndodhë. Dhe lutem, shikoj çka është. Ai mori në telefon, ja shpjegoi gjithë, Më tha, rira tha se gjë është në rregull. Edhe sot e kësaj dite unë nuk e di kush është ai person. S'ka rëndësi. Si person, si kompani. Ai ta hapim pak diskutimin. Drilon, e tha edhe Fatmiri dhe me thonë sfidat kanë qenë më të për krijimin dhe konsolidimin e shërbimeve. Arbeni, pastaj pas Fatmirit, cilat janë sfidat e tua që i ke ballafaqur në kuptimin e betë zyrës? Realisht në atë pas në vitin 2013 ka marrë në prill nga Odën Ekonomike të Maqedonisë së Perëndimore, ka qenë një strukturë tashmë e konsoliduar, edhe me shërbime që ofronte edhe me numrin e antarëve të cilët të mishin më veç antarë në vazhdimësi. Dhe sfida kryesore ka qenë në radhë të parë të rritej numri i antarëve dhe sigurisht që të zgjerohej edhe paleta e shërbimeve. Me nevojën e domosdoshme që të bëjë një mini riorganizim i brendshëm. Prandaj ka qenë viti 2013 kur kemi themeluar 2 grupacionet e para brenda Odës Ekonomike, ka qenë grupacioni i Grava Apariste dhe ka qenë grupacioni për bujqësi dhe shërbim rural. Dhe më pas në vitin 2014 dhe në vitin 2015 duke bërë një lloj risistematizimi të rëndësishëm, duke krijuar rreth 90 grupacione në tërësi të gjitha kompanitë duke i ndarë sipas themi sektorit ku ata operonin. Më pas gjerimi i shërbimeve që ishte përveç përfaqësimi në për institucionet e ndryshme, normalisht edhe zgjidhja ose lobimi për zgjidhjen e problemeve të veçanta të kompanive të caktuara, ka qenë thellimi i një bashkëpunimi edhe më të theksuar me shumota ekonomike të rajonit, organizimin e B2B takimeve dhe në tekst të veçantë dhe periudha e fillimit të realizimit të një dreke me qeverinë, do të thënë një herë në vit të organizonim takimet me komplet kabinetin qeveritar dhe sigurisht ata të cilët antar, kushdo që ishte i interesuar të merrte pjesë, mund të merrte pjesë dhe direkt të kërkonte përgjigje nga ministritë përkatëse. Kemi vazhduar po ashtu edhe me implementimin e projekteve që ishin ongoing, që ishin në zhvillim. Ndërkombëtare ke fjalën. Dhe normalisht edhe me aplikimet e projekteve të ndryshme, po ashtu përveç Top 100 kemi organizuar edhe sipërmarrësin e vitit. Do të thënë kemi vazhduar. Patjetër. Oda jonë lidhur. Kjo ishte shërbimi i ri që jep nga sipërmarrësi. Fatmir ishte organizuar një herë para, do të thënë në kohën e Fatmirit ka qenë. Një organizim dhe i diti ka qenë në bashkë me Ministrinë e Ekonomisë, po. Ministria e Ekonomisë, lidhja modeve ekonomike, Oda e jonë, 3 komponentet. Adrian, çfarë i shtove ti Odës pastaj kuptimin e asaj shërbimi që them, ndoshta që Mirë, dua të komplementoj për idenë, pasi që Oda momentalisht ka vendosur në monografinë të hapësirë veç kryetarëve, ndërsa ne kemi mundësinë neve si drejtorë që kemi bajt peshën e operacioneve ditore, dhe mendoj se është komplementar dhe korrigjon një fakt historik.
Çka kemi shtu, unë kisha fatin me Fatmirin tjenë, drejtor operativ. Si falë, të dy bashkë që një të në kohë? U mendova se... Kur jam kthy si drejtor kjo është një ekzekutiv, vendosa një udhëheqje të re, korporative, isha drejtor ekzekutiv, drejtor operativ edhe drejtor financiar. Këtë se kam drejtësi, okej, tamam. Ajo të evoluimi, Jo që qatë, edhe në parë kam qenë drejtor ekzekutiv, andej ngjelëtaj, edhe atë të dy mund flisni për sfidat e kohës të juj, bashkë koanikve. Unë visare kam definu atë zhvillimin historik të Odës në kohën e kryetarit të parë, Oda ka pas nevojë të tregoj muskuj se shqiptarët kanë kapacitet. Din dhe munden, din dhe munden. Jemi të fortë. Mandej në fazën e dytë të kryetarit të dytë ka qenë ideja që jo që kemi veç muskuj, për kemi edhe tru, edhe normalisht kanë fillu edhe të propozojnë edhe ide masa konkrete për zhvillimin e ekonomisë dhe ekosistemit afarist. Dhe faza e tretë që korespondon në angazhimin tim të Fatmirit dhe timin Mandej, ka pas bëjtë se Oda jo që ka mend, por ka kapacitet edhe të zhvilloj, të transformoj bizneset të rritë, të ju hapë shtigjen e tregjet rajonale dhe botërore, dhe mendoj se kështu ka evolu. Çka kemi shtu si shërbime, ajo çka e përmendi vlerimi që ka qenë nevojë që bizneset është dashur të informohen në kohë. Në një produkt e nisëm me Fatmirin bashkë dhe zhvilluam ande edhe me tutje, që kishtë bëjmë me informime. Para kishtë bëjmë me mobilizimin e fondeve, apo me informatorin dobija që quashte, ande kishim një informator juridik që kishtë të bëjmë me ndryshimet e ligjeve, juris, dhe kishim juris alarmin për iniciativat ad hoc që të angonin biznesin e që dueshte të alarmohen ma shpejt. Mandej në fazën e pandemisë është një periudhë shumë e gjatë, ne kemi qenë bashkë me Fatmirin dikon të 8 vite ose pak më shumë, që i bje 40% i historisë së Odës. Deri në fazën kur në kohën e pandemisë, ne jo që veç fillum të japim certifikatën e origjinës, që është një produkt që kanë nevojë bizneset eksportuese, ne kryuam edhe deskun e shërbimeve, i cili në kohën e pandemisë ka qenë 24/7 në shërbim të bizneset për të informuar për masa, për kufizimet që kanë pasur ato. Dhe mendoj se këto kanë qenë disa prej noviteteve, gjithsesi unë nuk mund të mos e përmend për mendimin tim, ndoshta jam subjektiv, arritja kulmore e Odës ka qenë kryesimi i platformës për dialog publiko-privat me qeverinë, që ishte iniciativë e përbashkët me qeverinë. Dhe që koincidojë të bëhet me vonë time kur isha. Po, këtë du të themu, se ju ndoshta i shikoni, ato që ndoshta nuk ndoshta edhe duhet një sqarim vogël. Do të përmend edhe një gjë tjetër që ka ndodhur në kohën e tij, të Driloni dhe me të partnerë në forumin ekonomik. Ne po ashtu, në atë periudhë arritëm të bëhemi partner institucional për forumin ekonomik botëror, për raportin kredibil indeksin e konkurrueshmërisë që është në Maqedoninë si partner institucional. Falë, ju ishi partner apo kontribus në shkrimin e asaj? Partner institucional që ka obligime konkrete. Ti japë informacione, po e di. 2 vite mbrapa në vëmë partner institucional në mbudonim edhe Kosovë. Shumë bukur, bravo i qoftë. Do të them për shqiptuesit, të gjithë misafirët kanë një gjë të përbashkët që kanë qenë drejtor ekzekutiv të Odës, po janë edhe profile të ndryshme. Për shembull, Blerimin unë e njoh si pionir, si guru të politikave për ndërmarrjet e vogla të mesme. Domethënë njëri i cili ka punuar 30 vite në Ministrinë e Ekonomisë, edhe e ka sjell konceptin e ndërmarrësisë apo sipërmarrjeve të vogla të mesme në politikat zhvillimore të shtetit, po e ministrisë. Albeni për shembull e ka këtë konceptin bujqësor, agrar, domethënë agroturizmi, këtë koncepti i cili normalisht edhe e tha vetë ka pasur disa iniciativa që i ka sjell ndot si iniciativa agroturistike. Fatmiri nga një ana tjetër është ekspert i financave publike, makroekonomisë e kështu me radhë, pastaj shkon qeveri dhe i transmeton një pjesë të know-how së atje. Driloni po ashtu me projekte ndërkombëtare ka patur edhe ai njohuritë vetë dhe i ka sjell këtë ide. Po një gjë përbashkët do të pris për gjithë juve. Cilat kanë qenë sfidat e kompanive shqiptare gjatë kohës që keni udhëhequr ju? A kanë qenë njëjta apo kjo nuk është temë për njërin nga ju? Për çdo njeri që mendon që mund t'japë. Cilat janë sfidat e një? Unë para se
them se cilat ishin edhe cilat ngelen, se ndoshta sfidat sinqerisht kanë qenë Janë shumë, po. akoma ngelen pothuajse të njëjta. Kjo pak shqetësues është kur se thot kemi- ngelen ende të njëjta. Po, se ne jemi mundu që t'iniciojmë, por duhet të kesh dy anë që diskuton për të njëjtën gjë. Kur unë kam inicu diku në 2015-ën, çështjen e transformimit të bizneseve familjare, si një prej sfidave të bizneseve shqiptare në Maqedoni, në biznese profesionale, të menaxhimit korporativ e tjerë, sepse me shembull ju kemi tregu se Oda mund ta bëjë një gjë të tillë, ata na thoshin je para kohë shumë, sepse unë i thosha shifën, Bashkimin Evropian, kjo është një sfidë e madhe, do humben vende të reja të punë, duhet të jeni të para përgatitur për tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Ne sot e kësaj dite akoma nuk jemi më se 10 vite, po do vjen. A do vjen për 2 vjet, apo 3, apo për 5, do vjen, ti nuk mund të thush, e tani do filloj të përgatitem. Ajo është një prej probleme kryesore, po unë tani derisa Driloni po fliste më kujtu një moment shumë interesant, sepse zakonisht ne e lejmë. Në kohën kur unë isha drejtor, për herë të parë ndodhe që në Këshillin Drejtues të kemi 3 gra afariste. Me inicim, me luftë. Pse tani si në botën Luftë e me meshkujve cilin? do kemi Luftë me cilin? në botën e meshkujve, si tani gratë afariste do jenë në bordin menaxhues. Brenda llojit, ha. Edhe çfarë bëm? 15 i kishim në bord, nuk i lam 15 i bëm 18. Me ndryshime. Sepse askush nuk e lën vendin. Unë ika, në ndërkohë bëhet grupacioni i grave afariste. E ngrem në një nivel tjetër. Dhe kthehem si drejtor, s'kishte asnjë gru në Këshill Drejtues. Thjesht Në në organe tjera. po në Këshillin Drejtues, në momentin e rizgjedhjes nuk kishin zgjedh prap asnjë. Unë i them si ka mundësi të Po, shkonin një praktik që u vendos, po. edhe që ishte e përshëndetur prej gjithë institucioneve ndërkombëtare. Ato partnerët tonë ndërkombëtar, Fatim, ato 15-18 të bëm, vazhdojnë 18. po vazhdon 18 ama asnjë grup. Ja, dhe unë thash e tash në rregull, tash ju bëjmë një gjë të tillë, edhe ja u ndryshum Drilonin e kisha drejtor operativ atëherë, bashkë Drilon thash ne do bëjmë ndryshim statutar. Edhe në statut do e vëjmë. Që do të ketë s'ke kvota ku me tjetë, apo çfarë? Po, kvot. S'ke ku me ik. E pas kemi bërë si parlament e pas kemi. Jo, po nuk edhe sot e kësaj dite vazhdon ajo. Fatmir, kam përshtypjen se pasi ke shumë komentim. Kam përshtypjen se shumë energji keni harxhuar për luftën me ndallojit, me kësaj. Në ndërkohë që se mos vjen tani kjo që sikurse bëjmë kritika për Odën, që patjetër një institucion i ri kur krijohet i ka këto lloj sfida. Po tani nga koha e blerimit, vim te koha e Fatmirit edhe të Drilonit, edhe gjithë këto sfida institucionale, u kanë marrë kohën, u kanë marrë energjinë apo Si vazhdon e merren det, sepse ishte një kohë që do përfundonte në atë kohë, duhet të evoluonte edhe Oda. Mira, ma kjo është bo me kostën e shërbimeve që keni patur ndaj biznesit, apo... Dëgjoj, nuk është kjo vetëm sfidë brenda Odës. Është edhe Edhe shoqënisë. dhe vetë shoqëria zhvillohet. No, dhe çdo ndryshim në shoqëri automatikisht ndikon edhe në ndryshimet që duhet ndodhin brenda biznesit shqiptar apo maqedonas, s'është me rëndësi, o. Dhe çdo ndryshim i ri është pak me skepsë, no? Shihet ndryshe. Atë që desha unë ta them, Ta? është që në kohën time, s'ka gjitha këtyre kontratave që i përmenda, filluam asaj kohe të kemi edhe kontakte me partitë politike. Kishim takime me gjitha partitë politike. Dhe ajo që më pëlqen sot e kësaj dite në Oda, është fakti se nuk është politizuar. Se gjithmonë e kemi pas frikën se Do politizohet, pa. kryetari, drejtori, dikush tjetër aty që ka influencë të biznesi, do të politizohet. Qartë. Atëherë, Oda merr fund. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe unë shumë i gëzohem këtij fakti. Shumë i gëzohem. Në një moment tjetër, asaj kohë për këtë sfidën që thatë ju, unë në kohën time inicova krijimin e një farë strategjie
të zhvillimit ekonomik në Maqedoninë Veriperëndimore, në bashkëpunim me gjithë kryetarët e komunave të asaj kohë. Për fat keq, as kryetarët e komunave, as vetë biznesi nuk e kuptonin idenë se çfarë duhet mbërrihet me atë strategji, dhe kjo punë dështoi. Edhe sot e kësaj dite, unë mendoj se kjo strategji është mas e nevojshme. Qartë. A bën talent pak Odën, se nuk du të folim vetëm për Odën dhe sfida. Du të flas, juve u ka marrë edhe drejtor, me u ka marrë edhe si provider të shërbimeve. Se du më tepër të bëj, ta marrë trunin e juj pak kuptimin e bizneseve. Se tashmë vjen puna si kur e bëjmë emisionin për Odën. Nuk është emision për Odën. Është një pjesë që e folën për sfidat, ta ja të folim çfarë sfidash kanë bizneset shqiptare. Fatmiri e përmendi, kanë ngel, janë, vazhdojnë të jenë njëjta, edhe kjo për mua është shqetësuese, nuk mund të jetë sfidë 2006-ën, një sfidë që mund të ketë qenë për shembull këta dhe konsolidimi i biznesit, edhe në 2026-ën kur tani ka AI, ka robotizim, automatizim, i foli, s'mund të jetë e njëjta, janë kohë të ndryshme. Tani ideja e juaj. Një të përbashkët ka se kanë qenë dhe ngelin biznese familjare. E kjo është problematike. Dhe me kohë, në 98% të rasteve nuk kanë bërë një hap për kalu në të vogla. Para pregadit vetën prej biznesit familjar. Sa kanë qenë punësuar të këto familja? 1 deri në 3-4 veta, apo si është? Varet prej biznesit. Në top 100, për shembull ti ke pashyra është e njëjtë. Top 100 shi i parë edhe top 100 shi i fundit, të parat janë pothuajse të njëjtë brenda këtyre 15 viteve. Të njëjtat kompani lëvizin. Edhe aty vetëm çfarë nevojash kanë bërë këto kompani? A janë njëta me ato Maqedonas apo jo? Duhet ta kesh parasysh këtë momente, ta thash shumë ka bën ndryshimin në shoqëri. Në vitet e para të demokracisë, sa quaj, u themelu një numër shumë i madh i biznesave. Patjetër, po. Por me ndryshimet në shoqëri, fëmijët e këtyre, tash ata që kanë themelu biznesin para 35 viteve, tash janë në kohën kur dalin pension, dhe dikush duhet ta trashëgon atë biznes, ta qoftë edhe familjar, e tjetë. Ata ose kapen me ndonjë një lloj pune tjetër, jo biznes, po administrativ, sepse koha është e tillë kur politika ju ka dhënë mundësi gjithë shqiptarëve që të futen në administratë, të punësohen në administratë, dhe fëmia e këtij biznesmeni përpara shet që të futet në administratë punon, se sa të merret me biznesin e të e babit ose Kjo është shqetësuese. E para. Fëmijët vazhdojnë të jenë pronar të biznesit vetëm në raste kur biznesi është i etabluar. Pra, ai nuk e çan kokën se ku e si duhet ta shet atë mallin ose produktin. Sepse ka një punë garantuar Është Në aspekt afatjate nuk është e gjendrueshme. Po, jate e ka trasuar rrugën, e kupton? Këtu vetëm duhet ta merren banat. Apo. Shumica të thonë që janë trashëgues të kapitalit apo të biznesit. Dhe treta janë shumë nga ata që ikin. Po, ikin po. Ikin jashtë Maqedonie. Po, ikin. Edhe pse janë biznes, familjes. Familjes kanë biznesa. Këto janë Sfida, po. Dhe po ta shohësh në regjistrin qendror, numrin e kompanive shqiptare në vitet e fundit ai vetëm bie. Nuk pritet, vetëm bie. Edhe pse nuk ka një të dhënë të saktë, sepse ne nuk kemi në shtet të dhënat të segreguar sipas etnisë. Të papunëve? Jo, të regjistrit bizneset. Por nëse e shef nga rajonet, po mund bish me është kjo që po e thotë vlerimi, edhe problemi më i madh, unë e shoh një aspekt tjetër tek komuniteti i biznesit te startupet. Iniciativat që vinë prej të rive shqiptar në krahasim me iniciativat që vinë nga komuniteti jo shqiptar, grupe tjera, është ndryshme. Shumë Çfarë është e ndryshme atje? E ndryshme se janë shumë të paktë.
Nështë kanë më shumë të funding. Alberi kërkoj pas disa herë që... Cilat janë të ndryshme, pa që përmendi deri në zanatile e biznes shqiptar në fundin e Jugosllavisë dhe me të kur nisën iniciativat të reja, ndoshta është barta e mentaliteti që unë e krijoha dhe vazhdoj edhe sot e kësaj dite dhe pjesa dërmuese atyre themeluesve të atyre bizneseve vazhdojnë e luajnë rolin edhe të themeluesit, edhe të pronarit, edhe të menaxherit, po edhe të personit që mbyll gjëra në fund të ditës. Domethënë ai mindseti i angazhimit të një stafi të ri në menaxhim, të ndahet një herë mirë menaxhimi nga pronësia e ndemuar. Gjë që s'ka bizneset të cilat e kanë kap këtë, fatkeqësisht numëron me Po mirë, ju si OT nuk keni mund të ndryshoni këtë mindset dhe këtë kulturë duke promovuar këtë lloj praktike të reja të disa nga ato? Familja përmend që ka pas iniciativa për të ndryshuar, realisht shumë pak e kanë pranuar. Pjesa dërmuese nuk e pranojnë. Tash ti paraqitet edhe sfida e re trashëgimisë. Domethënë nuk ka më biznese të mirë tabluara, mbas edhe milionshë, nuk kanë një brez të dytë se ku do t'ja lanë startup. Me përfundimin. Ose kanë brez, nuk kanë strukturë se si ajo do kalojë trashëgimi janë brez. Po dëgjoj, këtu be futeni ju domethënë me mendim profesionale, me këto, a nuk mund gjejt një mënyrë për të futur te kompania, vetëm ta profesionalisht pak disi kish më rëndësishme është. Se ju keni thënë dy gjëra që shumë të rëndësishme janë. Domethënë e para kjo që nuk e lën menaxhmentin, nuk e privatizon kuptimin profesional ta bën, sepse kapitali me menaxhimin ndryshojnë. Ti mund të kesh kapital, ke guxim, futesh, ama më thonë që je menaxher i mirë. Edhe e dyta, domethënë që thotë që nuk kanë ende kompanitë shqiptare nuk duan të sillin tru kuptimin e ideve. A nuk mundet, domethënë që ju si të jetë sfida e re që thot kompania ai të futemi, këto diu, në bashkëpronar në profit. Unë e marr përgjegjësinë që do të arris profitin për 10%, edhe një pjesë të profitit do e marrim ne sepse Oda edhe këtë rol ka ta edukoj ta ashtu. Mirë po, nëse e marrim edhe riskun që nëse s'ka profit të tërhiqemi apo edhe ta profesionalizojmë shërbimin sepse me vërtet kemi nevojë për biznese profesionale. Nëse mundet pak se jeta pak më pak. Po më fal se po. Unë kam taku tani një biznesmen, s'do t'ja përmend emrin, biznes shumë të konsoliduar, mbi 50 milionë euro biznes, edhe ai më tha troç edhe shumë ka vërtet. Tha, unë nuk di të menaxhoj bizneset të mëdha. Unë di të menaxhoj startupe. Edhe personin fjalë ka angazhuar menaxher prej vendit të Bashkimit Evropian, edhe ai është të menaxhuar kompaninë atij. Ky tani shef variante të tjera për do investime në projekte ta diversifikojë biznesin e vet. Për atë në lidhje me atë se çka kanë kërkuar nga Oda, mendoj se shumë biznese kanë evoluar. Shumica e biznese janë 30 vjet, 20 vjet vjetra që realisht janë të konsoliduar me si të tilla, dhe ndonjëherë kërkesa nga ana e klientëve të jashtëm që ka pati, ka imponuar këtyre që të profesionalizohen. Dhe jo rastësisht në fazat kur unë kam qenë drejtor të Oda, veç kërkesat ishin a mund të vendosim ISO standarde, si të promovohemi në tregjet ndërkombëtare, si të bëjmë zhvillimin e produktit, si të bëjmë projektet marketingut e kështu me radhë. Dhe unë besoj se krejt janë zhvilluar në një farë me bizneset, por jo deri në atë shkallë që e përmendi edhe Fatmiri. Transformimi profesional i bizneseve. Dhe ne këtë si shërbime kemi pas. Më falja, Fatmiri përmendi një gjë që mu shumë të avim diskutim. 91-shin, na ku transformum ne si shoqëri, domethënë model politik dhe ekonomik, grupi etnik Maqedon ishte më tepër në administratën publike edhe ishte në sektor që kishin fuqi të madhe absorbuese për fuqi punëtore, tekstili, bujqësia, sektor statik, jo shumë inovacione. Shqiptarët ishin në startupe, në biznese familjare. Pse tani thot Fatmiri 30 vjet mrapa është e kundërta? Se kjo mu, edhe kjo që e ta, ama mirë, ama nuk është roli i Odës, ama jo, nuk është roli i Odës se ta ma shqiptarën si përmarës? Ne dhe të është pytë që për fëmit e biznismenve. Po, fëmit tjerë? Shtrohet pyetja, çka me fëmit tjerë, çka me rinin tjetër, pra, është administrata. Mi bëblia ma këtë sfide ka në Makedonasit, edhe një për tjera e kanë. Dhe ai riu thot, ma lehtë ka mune të shkojnë të hyjnë në punë të shtetit, dhe të marrë një rrogë të sigurt, se sa të shkojnë në një kompani, ose të themeloj kompani, dhe të asaj kokën. A se kanë edhe jo shqiptarë këtë sfide dhe me tonë e ka? Është transformim shoqëror.
ata e kanë pas gjithmonë të dhënë, e kanë provu, e kanë sprovu, e kanë pas, se prej asaj nuk bëhesh asnjë gjë, domethënë nuk bëhesh i madh. Edhe ai thot po, ai thot tani unë jam me gjithë kapacitetin edhe memorien edhe me përvojën institucionale, po hyn në sektorin privat, po hyn në biznes. Shqiptarët duke mos e pas, si mund ta ndryshojnë këtë mendësi? Si mund ta ndryshojnë? Ka edhe një gjë tjetër. Në vitet 90, ti ke mund të fillojsh me çdo lloj biznesi me pak lek. Sot Kur thuj lek nuk e ke fjalë për denar. Ke me parë, ke dalë. Sot duhet të kesh shumë lek për të dhe ta mendosh, a mund dështoj? do të kesh sukses. Po. disa. Pra, ka shumë pyetje të cilat nuk është bësh ashtu thjesht që për të përcjellë, edhe për ta. Edhe nuk është të çështje e lekut realisht. Ne kemi nevojë për një mindset komplet ndryshe edhe në sistemin edukativ. Si ta ndryshoj? Okej, kjo. Nuk është tek oda, saqë është shkolla e mesme dhe mbi gjitha të universitetit. Qartë. Atëherë sot, vitet e 90-të, 2026, e fatkeqësisht deri në 2030, nuk shoh që ka një iniciativë e cila të ndryshonte. Të kishte të paktën një 20% dallim shkolla e mesme nga fakulteti. Në shkollë të mesme ke ex katedra, në universitet ke ex katedra. Realisht, vetëm për një punim diploma ta quajt, tash është kujtuar që në fund të vitit të 4 shkojnë të bëjnë një 2-3 javë ose maksimum një muaj punë praktike, për të marrë vërtetimin për ta çuar në mirë. Ndryshimi i ligjit për arsim, edhe të mesme, edhe në universitar ku le të jetë në vitin e parë 80 me 20 praktik, 80. Llobimi, avokimi, kjo është tash bot. 30 vjet lobëm zikon. Edhe derisa të rrim në vitin e 4 të bëhet 80 praktik me 20 teori. Po ta them shembullin tim konkret. Do të thënë, unë ekonominë mësova mbasi përfundova. Unë me këtë pagesat në bank, s'ke pas punë. I kuptova në vitin e 10 të bëj një praktik në bankën ekonomike, sidomos ka bankën. E ke bërë të tabela, mos e ke di se si funksionon. Jo nuk e dini të bëjnë dallim. Fatkeqësisht sot në universitet e ke që një student, edhe i fakultetit ekonomik, po edhe i bujqësisë, po edhe juridik, që nuk ta bën dot dallimin e birmanit PP 30 me 40. Ose 53 me 50. Sepse edhe shumë prej neve që i ligjërojmë ata, nuk e bëjmë dallimin. Apropos, kësaj që thotë Albin, asaj kohë, ne kishim nevojë të krijojmë një webfaqe, një prej Arriqeve më mdoja. Një prej gjërave që duhet të bëhet patjetër. Dhe më beso, asaj kohë kishte fakultet të IT-s. Ne, shqiptarë, kishim, tash më sa them në kishim fakultet të IT-s. Nuk mund të gjeja një student që studion, apo që ka mbaru fakultetin e IT-s, ta mirëmban, jo ta formon, ta mirëmban webfaqe, më beso. Në aq gjendje të mjerueshme ishim, asaj kohë, s'po flas tash, asaj kohë, ndërsa studentët Maqedonas të IT-s, ata ende pa mbaru studimet i ke me kompani dhe atë kompani shumë të suksesshme, bile disa të tyre edhe futën në punë në kompanitë e huaja të IT-s, bile dikush punon edhe outsourcing, dhe janë. Ti sot e kësaj dite mund të numërosh në gishta, po të thonë, në gishta mund të numërosh. Ka diçka për ta? Në gishta mund të numërosh IT, qartë, që është student, po rini, që merret me atë punë. A studenta plot kemi. Diploma kemi kemi ne, se tani, unë po i kuptoj kur thoni, po mirë, oda, që dhe bënte? Shife, gjithmonë ka, oda është një ramë. Po, e di. Ana tjera është biznesi, akademia, po, shteti. Akademia dhe është qeveria e cila. Unë diçka që kam marrë prej atje kur shkova në qeverinë si zëvendës kryeministri ishte dialogu publiko-privat, ku në fakt doja t'i sjell njerëzve që gjithçka që ka të bëjë me politika qeveritare të vjen nga sektori privat.
përfshi edhe këtë. Edhe tani, çfarë po ndodh? Për momentin, sillet ligji apo për arsim të lartë. Aty interesi që mbrohet është interesi profesorëve. Këtyre aktual. Të një sistemi që nuk prodhon asnjë gjë. Ju shkoni në fakultetet ekonomike, shifni shqiptare në 3 universitete me qindra student, pyeti, a e din se çka është startup dhe komuniteti startupeve në Maqedoni, a ekziston ndonjë co-working space, ndonjë inkubator, ato do të shohin kështu, thonë, po ne nuk jemi fëmijë mu fut në inkubator. Duke mendu se në spitalet ginekologjike përdoren inkubator. Kush e pa fajin këto? Nuk e ka soda as biznesi, ata të cilët japin dituri. Ditën e parë në fakultet ekonomik duhet me i kap gjithë studentët për dorë edhe me i sjell tek një inkubator, tek një co-working space, më thonë, e ardhmja juaj është këtu. Ditën e parë. Jo të bëjnë atje ceremonia, jo. Ti marrësh edhe ti sjellësh dhe ti thosh këtu, në vitin e 4, po s'm dole me 2 ide të startupeve, si student nuk mund diplomash bre. Ama më fal para Bilaman, kjo për të ndodhur duhet të ekzistojë edhe support së sistemi access to finance, qasjen financa, dhe me thënë pjesa administrative, se disha drejtor çfarë është labys për arsye se të gjithë kemi me vokacion ekonomist, vetëm ekonomist ajo është jurist në këtë rast. Edhe ajo është bërë puna e ka ekonomisë. Po mirët më shumë këtë punë. Më thonë, a munguan këto iniciativa noda ekonomike që bëhen platforma juridike, për shembull në administration në administration e arsimit kemi pas një debat tipit ne duam të bëjmë parqe teknologjike, dhe kam thonë ti duhet një të kryesh platformë për parqe teknologjike, mandej të kryesh një parqe teknologjike. Ne kemi këto parqet të transformimit teknologjik, këto zonat tila, mirë po për këtë mundësi që të ashtim akademin, biznesin, edhe të rritë të inkuadrojmë në këtë biznes, në këtë gjë. Unë e mbajmen Fatmiri ku ka ligjeru nodën ekonomike ku kam bajt trajnime, kam pas rezultate, a është ashtu Fatmiri. Nodë ekonomike kam pas rezultate, ka të regu krimin e strategjive, krimin si ndodhë, si të mendohë kjo. Ka pas i fërë edukimi, a duhet prap ta këthejmë këtë pjesën që thot edhe Arbeni. Mundemi ne ta transferojmë këtë, lidhemi me pak një kolaborim më të mirë bëjmë atë. Se më kujtove edhe një iniciativë që kemi patë shumë të mirë që për fat keq ishte viktim koronës, ne bashkë me Fatmirin të mbështetur prej ambasadës zvicerane për një projektit, ndërtuam një business support center apo një qendër për mbështetje të bizneseve, konceptin pamure që e qunim ne, që oda të jetë ajo pika qendrore që do të koordinoj studentët apo ato që kanë nevojë për të bërë praktik apo edhe për të kiqur në biznes. Ne të ofrojmë gjitha shërbimet aty në prind themelim të kompanisë, kontabilitet, planet marketingut, zhvillimin e produktit krejt. Më të se ju s'ka. Po, dhe plus edhe të lidhim me supply chain-in apo me zinxhirin e furnizimit periudhës tonë ekonomike. Ishte koncept fenomenal. Po për fat keq pandemia atëherë na kaputi këtë. Edhe vazhdoi deri sot. Edhe vazhdon sot për fat keq. Po, në aspekt të ekosistemeve për fat keq korniza ligjore në Maqedoni nuk jep ndonjë mbështetje, ndonjë stimul të madh për ato, po thjesht janë vetëm masat operative që jepen kuadër të atencionit për punësim. Për fat keq startupet mund më shumë mbështeten tek projektet ndërkombëtare. Kisha një misafir, po thotë, ku kishim shumë para, investojmë për një shtet tjetër, investojmë shumë para në agencionin për punësim që është fantazi. Unë mendoj, po fillu prej Fatmira e programa, po Fatmir, ishte prej të ti u fillu e program, vazhdon, mirë po në fund të ditës thotë vlerë shtuese në ekonomi vinte të zero. Më thonë, ne, jepnim para për biznese, për punësime, të mirë, po, vlerë shtuese nuk kishim në ekonomi. Dërsa ata e lidhëm me akademinë, e lidhëm edhe me biznesin real. Kur këtë arritëm, që ato që ju përmende me supply chain, me certifikime, me krejt, fillum diqa ta hapim këtë ekosistemin. Po këtë kisha si... Abil, ju hapin teme cila shumë kam që ta diskutojmë, se dhe s'kemi shumë kohë. Ju e di qëfar, koncepti akademi biznes që nuk funksionon, që i ka një lloj hendeku, është shumë i rëndësishëm, edhe po që se ti shofish kompani shqiptare,
aktivitetet, profesionet profesionale, kontabilitet, financë, marketingin kam përplot me jo shqiptar. Pse? Tani ideja është, a nuk prodhojmë ne mjaftueshëm kontabilista, sepse ne kemi me mia ekonomistat të cilët sot, e tha, po tash, domethënë ta hapi tash tre dhe si temë. A është kaq, sepse kur thomi nuk funksionon akademia biznes, akademi, këtë edhe Maqedonisë të thonë, nuk funksionon, as të ne. Si ka mundësi që ato megjithatë prodhojnë kompetenca praktike? Shumë e thjeshtë. Se ja lash edhe përgjithshëm. Ata që provojnë, do të thonë, në një shtet multietnik, ke dy qasje, ose bën sistem të integruar, ose disintegruar. Ama Fagmin, kontabilista, finansa, ajde të është një temë inxhenjeras. Dallimi është, tani ne kemi ardhur në situatë në sistemin arsimor të matemi mes më të këqive. Ne s'kemi asnjë universitet publik, po edhe privat, ose privatu publik, që është mes 2000 të parave në botë. Në PISA jemi katastrofë. Edhe tani ti je diku nga vendi 5.000, 6.000, edhe gjithçka mbi 6.000. Edhe tash mes 15 më të këqijave, po matemi si kush është më e mirë. Në fakt, ti nuk nxjerr asnjë gjë. Edhe normalisht ti do thosh, do shkoj prej atij që është më pak i keq, po e marr resursin për ta përdorur sepse ndoshta është pak më i mirë. Në atë stat kemi ardhur. Jo, pyetja ime është, a faji është i kompanive shqiptare, për shembull, që nuk marrin, apo i akademisë nuk prodhon kompetenca për... Do në lidhje me këtë pjesë. Është ndërsjell. Ne përmendëm deri tash çështjen e odës ekonomike dhe të akademisë. Për akademi, pa para nuk bëhet. Dhe tani do futem në taj ligji, ndryshimi i ligjit për arsimë, ndryshimi në atë ligj, pretendohet nga dikush që do të jetë në pension, jo në Ministritë të Arsimit të udhëheq, realisht po ndron atë që përmendëm më herët. Ata që janë ekzistuesi do të rinë aty, po këta që do vinë të rinë do duhet të këta kenë. Pse të rinë ata ekzistuesi? Pse mos futen edhe ata në vlerësim? Duke filluar nga Mickoski që do duhet të kthehet aty, edhe të gjithë të tjerë. Nuk mund të pretendojmë për kvalitet në arsim, që të gjenerohet kvaliteti që do të dalë në tregun e punës të ekonomia, përderisa ata inkubatorë nuk t'i mbështet në asnjërin universitet. As në Universitetin e Tovës, as tek. Ama s'u kupton Arben. To janë probleme të përgjithshme të gjithë shtetit. Edhe Maqedonët i kanë, edhe turqit, edhe shqiptarët. I kanë. Merr aplikimin e fundit. Shohësh tek projektet që janë mbështetur në të gjitha universitetet për probleme shkencore, ke vetëm një nga 15 ose 20. Ama kontabilisti nuk e formon me ulëmtimi shkencor, unë e kuptoj këtë çikton ti. Kjo është shqetësim. Ta formon praktika. Ti praktikën nuk e ke. Po pse se ke? Sepse në universitetet tona fatkeqësisht ende sot klasat e më hapa. Pse s'bëni pak vetë kritike dhe ne kuptimi? Marketing dikush që nuk ka pas kur një ka marketingu. Të ligjeron kush e ka faj shteti? Dhe të tjera. Jo, unë e hapi pak temë. Kush ishte përgjegjës i financa në një universitetet tona për 20 vite? Ja, për çështjen e praktikës. Unë nuk kam qenë gjatë në politikë, kam hyrë rishtas, po atëherë s'kam qenë në politikë. Unë kisha një rast, isha drejtor i odës, edhe më erdhën 4 studentë, thanë studentë të Universitetit Shën Qirili Metori, Fakultetit Ekonomik, gjithë shqiptar. Më thanë, po duam të bëjmë praktikë. U thash shumë mirë, ne kishim nevojë si vetëm rritësh, ne kishim nevojë njerëz 3. Unë I thash, okay, shumë mirë. 4, hajde ulemi bëjmë plan. Tha 3 prej tyre që erdhën, më thanë, po, ne praktikë duhet na nënshkruash. Jo ta bëjmë, ta nënshkruash. Si ta nënshkruaj? Tha, ta nënshkruash që kemi qenë në praktikë. A e donte letrë, një kompetencën, a? Thash, jo, ti praktikë do vish këto çdo ditë. E fillon 1-2 ditë, erdhën ato të 4. Në fund përfundoi një prej atyre 4, që pastaj u bë drejtor financiar në OT, pastaj u bë shef kabinetit tek unë, dhe sot e kësaj dite vazhdon. Pse? Prej praktikës. Që ai tha unë praktikë, po ai vinte çdo ditë, donte ta bënte vetë. Unë ja lejova. Këto 3 nuk e morën nënshkrimin asnjëherë prej meje, se I kanë kryer. Edhe nuk erdhën, a? Edhe s'erdhën. 2 ditë ishin, edhe mbaroi muhabetin. Unë I pyeta mandej ku janë, pse s'po vinë, çka. Tha, a mund ta mbullasoj këtë pjesën e dytë.
Do të thënë se në lidhje me këtë pyetjen që parashtrove ty. Do të thënë se fajin dediku e kanë edhe vetë kompani. Pse? Shumë ligji për edukim profesional, mesën profesional. E jep mundësi që disa kompani të themelojnë një shkollë, si këto që janë të elektricistëve. Po, me këtë mësim dual, po. Ju jep ashtu mundësie për nevojat e një lloj të shërbimeve të disa kompani të themelojnë një veprimtari, një shkollë ta theme, edhe me ata të mësojnë të edukohen rinia. Qartë. Dhe mandaj ata të fillojnë të punojnë. Po. Një sistem i tillë duhet të ekziston edhe në fakultetet, se përmendja Arbeni. Në fakultetet duhet të futet sistemi dual. Se çfarë ndodh? Ato kanë pas qendër karriere shkatruan, në jo të e që është sendi më elementar kuptimin, okay. Përpjestimi duhet të jetë ndryshëm. Arbeni e tha shumë mirë, ama unë nuk jam për t'i vend vetëm labeling përgjegjësisë shtetit, apo ne duhet marrim edhe ne përgjegjësitë tona që kemi dështuar në zhvillimin. Ai fakultet. Sistemi dual duhet ta ketë në bashkëpunim. Dakor. Jo ato ta organizon. Dakor. Në bashkëpunim me kompanitë. Studentët të dinë se duhet shkollë ke filan kompania dhe ta bën praksën. Ama prandaj, se Fatmiri ta pas nuk duhet vetëm Oda, por nuk është vetëm Oda përgjithse, patjetër që jo. Ama Oda është katalizator i madh i këtyre ideve të inovative që të mundet t'i promovon në shoqëri, sepse unë mendoj që akademia 1 edhe biznesi 2 janë lokomotivat bacët një shoqërisë. Edhe në qoftë se ti më thumu që vetëm pak ta përfundoj. Nëse ti më thu për shembull që biznesi është po e njëjtë si pjesa e shoqërisë, për mua kjo është problemi i madh. Shumë i madh është. Për mua duhet biznesi të jetë 3-4 halla përpara shoqënisë. Që ti kupton mua e dëgjoj, ama këto janë njësoj se të shoqënia po ecën ngadalë edhe këto ecën ngadalë, atëherë ne kemi problem sepse dy lokomotivat tona kryesore nuk funksionojnë. Për këtë, si tha vet, biznesi duhet të jetë një vizion. Ama katalizatorë duhet të vërim. Katalizatori është Oda. Mirë, Oda harxhon energji për ta bërë. Nëse ai biznesit nuk ka vizion për ta kuptuar idenë e Odës, është fort. Prapë është dështimi i Odës. Do të gjejmë një do ta aprofundoj këtë pjesë me sfidat sepse shumë folën për sfidat. Tani sa kemi kohë edhe një 10 minuta të fokusohemi pak te zgjidhjet, te ide që ju mendojnë që si duhet të ecë përpara ne si biznesi. Unë mendoj, unë jam nga ato promotorët e idesë që një komp është i fuqishëm sa e ka ekonominë e fuqishme, jo sa e ka gjeografinë, jo sa e ka popullatën. Edhe ti e ke Estoninë, Latvinë këtu në Evropë, i ke tigrat azjatik me Singapur, me këto që janë shtetet të vogla, mirë po kanë konkurrencë të madhe. Unë jam nga ato që realisht mendoj që nëse ne nuk kemi ekonomi të fuqishme si komp brenda Maqedonisë, por edhe në rajon, ne asnjëherë s'kemi për të patur pozicion më të mirë politik, asnjëherë s'kemi për të patur pozicion mirë në çdo vend tjetër, sepse ne prodhojmë që ta analfabet funksional. Kuptimin e akademisë, mirë po edhe bizneset tona janë më tepër bizneset kohës i kanë qenë se s'kan patur një lloj mundësie tjetër. Tani du nga këtë ju 2 ideja, 3 ide si mund të ecim përpara, si mund të zhvillohemi ne. Fillojmë pa të fillojmë po, 2-3 ideja kryesore dhe elaboroj. Ose edhe një po jep. Shqiptarët kanë një fjalë shumë të mirë të urtë. Ata thonë vetë, shkopu, thyet bashkë është shumë më i fuqishëm. Okay. Më thuj sa shqiptarë, shqipeni, ne tu kemi mendje shumë dhe përvojë të jashtëzakonshme. Ne gjithë kemi mbi 20 sa vjet përvojë gjithandej. Sa herë në jetë ne kemi bashkëpunu për të bërë diçka për transformimin shoqëror edhe transformimin ekonomik. Kam një përgjigje për këtë. Edhe kjo është e para, sepse unë po filloj prej vetes. Qartë, e di që... Po shkoj tek Oda.
Vetëm shifeni. Në vendet e zhvillume, joint ventures. fatmi dhe vazhdisht ide, në vendet e zhvillume, ku ka më tepër përqindje më të madhe të njerëzve cilësor, ato krijojnë aleanca sepse konkurrencën e kanë me njerëz tjerë cilësor. Në një vend ku cilësia është e vogël, e pakët, njeriu kërkon ta mban monopolin vet. Nuk them që kjo është e drejta, jo nuk them që kjo është e drejta. Kjo është arsyetim. Jo, nuk them që kjo është e drejta. Them se si veprojmë. Po, ne që e dim se si është në botën e zhvillume, duhet të jemi shembuj për tregu. Ja, vetëm një rast. Shko tek oda ekonomike e Maqedonisë perifërindimore, nëse ma gjen një rast të suksesshëm ku janë bë bashk për të bë një transformim ekonomik, unë sot ndaloj. Si mund ta bëjmë? Ka problem tregon, si mund ta bëjmë? Duke dhënë shembuj, ne gjithë jemi këtu pro aleancave. Pro aleancave, pro startupeve. A nuk mundemi ne të jemi mentor të mirë për startupet të studentëve të fakulteteve ekonomike në universitetet shqiptare? Nuk kemi platformë. Jo, platforma ka, por ne nuk kemi ullë bashkë për ta bëjë një gjë të tillë. Nuk na kërkohet as Kush duhet ta bëj? Kush duhet ta bëj? Ne duhet të jemi iniciues. Qoftë edhe me një, qoftë edhe me dy. Absolutisht. Gjëve okej, ama sepse ne, nëse e shef tek komuniteti shqiptar në Maqedoni, qoftë në politikë, qoftë në ekonominë, 30 vitet e kaluara, nuk kemi bashkëpunim të ndërsjellë për të bërë diçka më të madhe. Sepse gjithë duke thënë, a harrojmë, a gjithë thirremi ne se sa dim, edhe nuk harrojmë historinë e fjalët e urta. O njerëz, hajde ulemi bashkë. Fillojmë. Interesi është i përbashkët shoqëror. Edhe impakti është i madh. Dakor jam me këtë. Ideja e një është krijimi i aleancave, qoftë biznesore, qoftë intelektuale, bashkë. Fatmi Dilon, lutem. Unë mendoj se problemi është mindset i bizneseve, pasi që nuk e vlerësojnë kapitalin njerëzor. E tha, ideja. Ideja tjetër është... Jo, çfarë do me kapitalin njerëzor të bëjmë, se ajo problemi është, po. E tham që është mindset. Kapitalin njerëzor është në bazë kapitalit njerëzor në të ndërtojmë në strukturën e kompanisë, edhe të jemi struktura profesionale. Si mund ta ndihmojmë biznesin? Ide. Transformim. Nuk mundet një biznes që ka filluar si startup me një kapital për 100.000 marka, edhe sot me 50 milion euro të funksionojë njësoj. Patjetër është strukturimit bëhet sipas bizneseve profesionale, digitalizimi. Po ashtu shumë pak për bizneseve këtu janë pro digitalizimit. Kemi patur raste edhe të oda kur biznese shumë të konsolidume kanë refuzuar digitalizojnë dokumentet e tyre. Kanë qenë ma dakord që ta kenë një sallë të madhe sa kjo me klasera me dokumente, se sa të kenë ato në USB drive ose. Edhe fundit, mindseti për se Fatmiri krejt ideës dhe Mika lexuar se kemi menduar njësoj. Krijimi i joint ventures apo holdingjeve. Këtu ka pas iniciativë disa herë për disa biznesmenë, asnjëherë nuk kanë arritur të ulen. Ka pasur ide edhe për ta privatizuar një bankë këtu në Maqedoni, asnjëherë nuk u krijuai bordi e këshillit iniciativë për ta diskutuar. Sa është kapitali fillestar, 50 milionë euro? Kishin bankë të gatshme që mundeshin shumë 9 milion. Kishin bankë të gatshme që mundeshin ta marrin për shumë pak lekë. Edhe subo. Ja, për ndryshe në Kosovë të kemi një mindset krejt tjetër edhe kemi Prishtina Mallin që është kompani prej 13 themeluesve që funksionon me bord profesional. Shqiptarët mundet, po këtu nuk është. Okej, digitalizimi, joint venture, aleancat, kështu detajt të fundit të falen. Arbeni Në të paketër këto dhe në që se të duar kompanit shqiptarë në Maqedoni dhe të rimisht që të duhet të bashkohen, por nuk do mund të bashkohen në këtë mindset. Prandaj sërish krejnë të reformën në sistemin arsimor. Edhe me kapitalin njerëzor, edhe nga shkolla e mesme që mund të ofrohet, edhe praktika ose ndërlidhje ose i bashkëpunimi të vëzoshëm akademik kompani që të krijojnë gjenerata me informata teorike shqyruar me përbëjën praktike që këta kompani do mund dhe sa ti etablojnë. Nuk kemi kohën edhe të tjera të kreativit e generat. Jo, nuk kemi kohën edhe stafet të tjera. E të të rësushme, sepse në momentin e parë, që ne do futemi nëse do futemi në Unioni Evropian, që i pirë bizneset e tyre do vinë këto. Atëherë, konkurenca e këtyre do jetë e pamëshirshme. Prandaj bashkimi i kompanive, i afarisëve brenda sektorit, mos shkojmë për konglomerate, por pak të bëjmë bashkimin e
idejes e të rregullt, po edhe kapitalit brenda për brenda sektorat e sektorisë shëndetësore pak më e kapërcishme. Deri? Unë pjesërisht pajtohem me këtë shkarve dhe nuk pajtohem me mendimin e patrinon, sepse me këta biznesmen të cilët kanë kriju bizneset e tyre 35 vite më parë, nuk shkuat për parë. Wow, kjo është e fortë. Do të bëjmë rilës për kësaj. Mirë, nuk jetë dakord. Ama nuk do të thonë që... Unë nuk thash për ata, unë e thash këtu. Unë e fillova me neve. U gjëra se këtë punë, ama okej, hajde. Fazmini foli se si duhet të jetë, a e të ishë... Blerimi tha zbahet. Me këtë logjikën tënde Blerim fare atë s'është ekziston as Coca-Cola, as McDonald's, as sot më thonë. Unë e flas për bizneset e reja. Djemt e ri, të cilat do të krijojnë bizneset e reja, ata mund të çojnë zhvillimin përpara. Këta që janë 35 vite në biznes, ata nuk kanë më kapacitet të mendojnë për inovacione. Pse s'blejnë trut? Pse s'blejnë trut të marrë menaxhment të jashtëm? Nuk e kanë kapacitetin, nuk mendojnë atë. Po kupton, deri këtu kanë menduar. Po kupton, ma duhet të nuk mendojnë, duhet të mendojnë djali i tij. Gjali, të edukon gjali. Vajza. Apo ta them, djali i ri mund ta bën atë. Po ju ama, okej, tamam, ta kuptova ide. Ju bizneset të reja, kuptimin e të reja, po edhe proceset të reja me ndaj një kompanie të vjetër. Ashtu qartë, tamam. Tjetër? Dhe për këtë, pra duhet lek, si u përmendë këtu lek, pa lek zbojt gjë. Dhe duhet të them se ligji ekzistues për podat ekonomike duhet ndryshon. Tash për tash, në këto oda, antarësimi është i vullnetshëm. Kush do në antarësohet, kush do në jo. Dhe ka në Maqedoni ka jashtëzakonisht shumë kompani të cilat nuk janë anëtare të odave. Përfshi edhe në odën kryesore, po. Këtë e jeshtë. Dhe nëse bëhet... Sa limitume një Blerim ju, në qoftë se unë jam nga Divra, s'përfshihem të ju për shembull, se ju keni ta Maqedonia veri perëndimore. Lindore nuk i mrenda. Jo, ashtu është tembrimi. Jo, ama për në nominacion ju një preshtus. Dhe me dhe për në emën. Për Maqedonia për struga futët me ndë, të Maqedonia veri perëndimore. Veri perëndimore. Perëndim nuk është perëndim, tash okej. Shuk. Manastiri çfarë është? Manastiri çfarë është? Regioni ku bie struga, si quhet? Jug perëndim. Apo ku bie Prilepi dhe manastiri ku është? Ku e ka për? Perëndim. Falë. Një favor për atë. Manastiri Prilepi ku janë? Sa, kur është bëhe mërimi, nuk ka mendu shumë. Okej, pra. Krijon një mindset i ri me personalizme. Antarësimi duhet t'i domosdoshëm. Aha. I gjitha bizneset që janë shërbetuar në Maqedoni, në ato raste, odat janë shumë të fuqishme financiarisht. Dhe atëherë mund të krijohen ideja të ndryshme, joint venture, inkubator, cluster dhe çdo gjë tjetër që do të jenë Beja ma Fadmiri foli për mendësi, nuk foli për pare. A i tha mendësia nuk e lejen të bashkohen, nuk e lejen të parja. Vazhdona edhe. Do të vazhdona edhe, se ne shqiptarët nuk bëhemi kur në historisht kemi qenë bashkë, as do t'jemi bashkë. Si dhe ndihmon parja? Si dhe ndihmon parja këtë koncepti? Parja i bashkëm njërës. Duhet edhe arvejti të marrë i parja. Dhe një gjë, në fund, atë që përmenda në të vërë, duhet pa tjetër të bëhet një strategji të zhvillimit. Strategjia që 35 vjetë kënë një strategji. Jo, për Maqedoninë në veri perëndimore. Mes komunave, odës dhe biznes. Pajto, edhe akademisht i e pak. Po, edhe akademi. Po, dakor që jam në këtë ide, se me ndohë që strategji. Amin, duhet një digje. Jo, ti du t'i to që një ideja. Ekonomistje. Besin ato kornizat e ideve që i thëjnë të gjithë këto bashkëbiseduesi tonë. Në ajo neve në nevojit e ta kapim atë trendin e transformimit digital me ftyra të reja, me start-upet të reja, ku do të duhet pa tjetër
të ndihmojmë jo vetëm me para, se këtu është problemi më i madh. Dhe ne mendojmë se do të ndihmojmë me para, por duhet të ndihmojmë edhe me mbështetje tjetër, me platforma tjera. Me Visali çdo herë ne flasim se Visali është një ndër mentorët më të mirë, Arbeni një ndër mentorët më të mirë, dilore asnjë si më ul, ti marrim studentët e Arbenit, ti bimë me një hapësirë dhe ti të shohim se ato çfarë ide kanë dhe çfarë nevoja. Nuk e kuptojmë edhe çfarë probleme ato i shohin, do të botën si shohin çfarë probleme. Ne jemi një gjenerat mesme, një gjenerat pak ma duke shkuar mu të vjetërsu, po gjenerat e re ka probleme tjera, nevoja tjera, edhe mënyra tjera të transformimit, që e kapi atë moment edhe driloni. Këtë thamë, këtë ide, Arbil, gjenerata e re, nuk kemi se këtë për podcast nuk ka, kuptimi jo nuk ka dhe për këtë podcast interes, sepse ne tanë kohës folim shqiptarë vis-a-vis Maqedonëve, për ato nuk ka përkatësi etnike suksesi. Absolutisht, këtë e kam farë dhe... Fëmijët tanë duhet të bëhen kryeministër në Angli, në Amerikë, kështu me radhë, në Maqedoni, edhe kjo është e mira, edhe e keqja e kësaj, sepse në botë nuk shkohet pa përgatit edhe individualisht, shkohet pak më tepër si strukturë, si njerëz. Botë nuk shkohet pa përgatit, po edhe në Maqedoni nuk funksionon ekonomia përderisa të merr 500 milionë euro biznesin për Hungarie, dhe nuk i di as 5 kompani me emra se ku janë shpërndarë. Kjo është pastaj politike sa bën. Prandaj se kam drejtë. Jo se kam këtë temë, është do të ishte ne për përmbylljen sepse po i kalum tash 1 orë 30 minuta më veç podcast. Faleminderit shumë. Kemi patur sot sa jemi 6 vet nga 30 vjet eksperiencë pune, 180 vite mendje kemi këtu edhe përvoj shpresum që diçka u dha si mesazh nga kjo lloj podcasti. Kjo është epizoda e fundit sepse fillon kampionati botror dhe kur fillon topi televizor gjithçka duhet ndalohet. Rikthehemi fuqishëm në shtator, këto personat i marrim një nga një dhe flasim për tema të veçanta për çdo sektor që e kanë si pjesë të profilit vet zhvillimor të karrierës. Deri atëherë mirupafshim dhe kaloni një verë bukur të këndshme.